Rasti është kaluar në prokurori, janë referuar letra në prokurori. Dy gocat normalisht e njoh se janë nga Elbasani dhe mbaj mend që kanë bërë këshyrje, i kanë çuar eksperti. Ishte e dhunuar, kështu ishte e traumatizuar. Më kujtohet diçka që i kemi bërë foto me ekspertin, po se çfarë shenjash ka pas konkretisht nuk di të them se kuptohet, un kam pasur raste mas rasteve. Di që foto nga eksperti janë bërë. Kjo më kujtohet sepse kemi qenë në Izrael kur ja kemi bërë fotot. Si tha oficerja e policisë gjyqësore, që janë bërë fotot. Pra, pas ka pasur shenja dhune, të cilat kanë pasur të nevojshme bërjen e fotove. Ja një fakt. Më pas janë referuar letra në prokurori. Për pos fotove, që janë prova numër 1, po pamjet filmike të zyrës së gjendjes civile Elbasan. Ai ka sekuestruar komisariati i policisë Elbasan, sepse atje ka kamera. Tu pas ka kamera, apo s'punojnë? Si ka hap ndonjëherë, po përdorin ndonjëherë. Prokurori i çështjes ka vendosur pushimin e procedimit penal më datë 15/5/2023.